Horoskopi ditor e shtunë 25 tetor 2025. Dashi. Klima kozmike ju inkurajon të besoni instinkteve tuaja në punë. Me Marsin që energjizon kreativitetin tuaj, ka të ngjarë të frymëzoni të tjerët me zgjidhjet tuaja inovative. Megjithatë, ndikimi i Mërkurit sugjeron të jeni të kujdesshëm në komunikim për të shmangur keqkuptimet. Në frontin personal, një ide spontane mund të transformojë marrëdhëniet tuaja, duke i mbushur ato me emocione. Financiarisht mund të lindi mundësi, megjithse është e mençur të merrni në konsiderat ndikimet afatgjata përpara se të merrni vendime të rëndësishme. Sa i përket shëndetit, nivelet tuaja të energjisë janë të larta, por ekuilibri është çelësi për të shmangur lodhjen. Konsideroni një rutinë qetësuese mbrëmjeje për të çlodhur. Mbledhjet shoqërore sot mund të çojnë në lidhje të rëndësishme. Përqafoni biseda që sfidojnë perspektivat tuaja. Ato mund të çojnë në njohuri kuptimplote. Një mesazh i papritur nga një mik i largët mund të sjellë lumturi dhe t'ju kujtojë kujtime të çmuara. Ana juaj aventureske kërkon shprehje. Përqafojeni atë dhe lejojeni veten të futeni në të panjohurën me optimizëm. Demi. 25 tetori sugjeron një fokus në sektorin tuaj financiar, indikuar nga shtrirja e Venusit, duke ju nxitur të vlerësoni investimet praktike mbi kënaqësitë kalimtare. Në punë, një qasje metodike mund të sjellë përfitime afatgjata, duke tërhequr respekt nga kolegët. Energjia e hënës sot ushen lidhjet familjare. Një akt i thjesht mirësie mund të rigjallërojë një marrëdhënie të tendosur. Perspektivat romantike duken të favorshme, me yjet që nxisin spontanitetin. Ndoshta një plan surprizë mund të rrisë intimitetin. Sa i përket shëndetit, një rutinë e vazhdueshme premton stabilitet. Megjithse provimi i një ushtrimi të ri mund t'ju rigjallërojë shpirtra. Në frontet shoqërore, rilidhja me një mik të vjetër mund të sjellë një surprizë të këndshme, duke shkaktuar nostalgji dhe ngrohtësi. Angazhohuni në diskutime që zgjerojnë horizontin tuaj, pasi ato mund të ofrojnë njohuri të vlefshme. Shmangni vendimet impulsive. Në vend të kësaj, merrni në konsiderat efektet kolektive të veprimeve tuaja. Përqafoni ndryshimin butësisht, duke lënë pas barrët e së kaluarës për të përqafuar me gjithë zemër mundësitë e së ardhmes me besim. Binjakët. Shtrirja kozmike e sotme ju fton të eksploroni ndjekjet intelektuale, duke pasuruar perspektivat tuaja. Mërkuri ngjall kuriozitetin, duke ju inkurajuar të zhyteni në sfera të reja të njohurive. Profesionalisht, bashkëpunimi është çelësi. Ndarja e ideve mund të çojë në përparime, por keni kujdes për mendimet e ndryshme. Një reflektim emocional mund të sjellë qartësi në çështjet personale të pasgjidhura. Në dashuri, përshtatshmëria juaj rrit komunikimin, duke nxitur lidhje më të thella. Perspektivat financiare duken të qëndrueshme. Megjithatë, planifikimi i kujdesshëm sot siguron stabilitet në të ardhmen. Shëndeti ka nevojë për vëmendje. Integrimi i vetëdijes në rutinën tuaj mund të përmirësojë mirëqenien. Ndërveprimet shoqërore zbulojnë miqësi të reja, ndoshta duke futur njohuri të ndryshme kulturore. Organizimi i një takimi ose pjesëmarrja në ngjarje të komunitetit mund të zgjerojë rrjetin tuaj, duke rritur perspektivat personale dhe profesionale. Mbani syt hapur për mundësi të papritura, pasi ato mund të çojnë në sipërmarrje të frytshme. Mos harroni, fleksibiliteti sot siguron përparim, duke ju lejuar të lundroni në kompleksitete me hir dhe zgjuarsi. Gaforia. Ndërsa hëna zbukuron shenjën tuaj sot, emocionet janë të larta, duke inkurajuar vetanalizën dhe kujdesin për veten. Në punë, natyra juaj edukuese lehtëson kohezionin e ekipit, duke ju bërë një person të besueshëm të kërkuar. Megjithatë, vendosni kufi për të ruajtur energjinë tuaj. Financiarisht, këshillohen shpenzime të kujdesshme, duke theksuar rëndësinë e kursimeve mbi luksin. Në dashuri, cenueshmëria mund të thellojë lidhjet. Shprehni ndjenjat tuaja me ndershmëri. Çështjet e shtëpisë mund të kërkojnë vëmendje, duke paraqitur një mundësi për një fillim të ri ose për ridekorim. Nga ana shëndetësore, dëgjoni trupin tuaj dhe kënaquni me rutina ngushëlluese. Ndoshta një banjë qetësuese ose meditim. Mund të lindi miqësi të reja, me ndërveprime shoqërore që nxisin gëzim dhe një ndjenjë përkatësie. Përqafoni rrugët krijuese, pasi ato ofrojnë çlirim emocional dhe fuqizojnë shpirtin tuaj. Një këshill e papritur sot mund të ofrojë udhëzime të rëndësishme. Lundrimi i sfidave me empati siguron zgjidhje më të buta. Jepini vetes hapësirë për të reflektuar mbi qëllimet personale dhe për të përqafuar ndryshimet transformuese sinqerisht. Luani.
25 tetori ndriçon anën tuaj krijuese, duke ju nxitur të shpreheni me gjallëri. Energjia e diellit rrit karizmën tuaj, duke rritur vetbesimin si në sferën personale ashtu edhe në atë profesionale. Në punë aftësitë tuaja udhëheqëse shkëlqejnë duke frymëzuar kolegët. Megjithatë, qëndroni të hapur ndaj ideve të tjerëve për të nxitur një mjedis harmoni. Në marrëdhëniet personale, shfaqja e vlerësimit forcon lidhjet, ndërsa gjestet spontane mund të ringjallin pasionin. Financiarisht, një rrezik i llogaritur mund të jap rezultate, por sigurohuni që t'i vlerësoni me kujdes ndikimet e mundshme. Nga ana shëndetësore, përqafoni aktivitete që sjellin gëzim dhe vitalitet, ndoshta një klas vallëzimi ose një ndjekje krijuese për të ruajtur ekuilibrin. Nga ana shoqërore, ngrohtësia juaj tërheq njerëzit, duke krijuar mundësi për lidhje kuptimplote. Përqafoni perspektiva të ndryshme, pasi ato zgjerojnë kuptimin tuaj dhe pasurojnë përvojat tuaja. Një takim i papritur mund të çojë në mundësi emocionuese, si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Entuziazmi juaj natyror sot motivon të tjerët, duke ndezur përpjekjet bashkëpunuese dhe duke nxitur ambicjet e përbashkëta. Virgjëresha. Aktivitetet planetare të sotme përqendrohen në organizim dhe produktivitet. Marsi ndikon në sektorin tuaj të punës, duke i dhënë energji përpjekjeve tuaja. Përdoreni këtë vrull për të përballuar detyrat e mbetura pezu. Në mjediset e punës, vëmendja ndaj detajeve ju vendos në një pozicion të favorshëm, duke çuar potencialisht në përgjegjësi të reja. Marrëdhëniet mund të kërkojnë durim. Të dëgjuarit pa gjykim forcon lidhjet, veçanërisht me të dashurit. Financiarisht, vendimet praktike sjellin përfitime në të ardhmen. Një buxhet i detajuar rrit sigurinë. Shëndeti kërkon një qasje të ekuilibruar, merrni në konsiderat përparësimin e kujdesit parandalues ose një rutinë të re mirëqenjeje. Mbledhjet shoqërore mund të sjellin mundësi të papritura rrjedhëzimi, duke nxitur aleanca të vlefshme. Komunikimi është i qartë, duke lehtësuar zgjidhjen e problemeve dhe zgjidhjet krijuese. Por mos harroni të ngadalësoni dhe të rimbushni energjitë kur është e nevojshme. Një hobi i vjetër mund të tërheqë interes të ri për të rirë, duke ofruar si relaksim ashtu edhe kënaqësi. Lejoni që përshtatshmëria të udhëheqë ditën tuaj. Përqafimi i spontanitetit duke mbajtur një qasje të strukturuar siguron përparim të qëndrueshëm dhe përmbushje në fusha të ndryshme të jetës. Peshorja. Ndërsa Venusi pozicionohet në mënyrë të favorshme, marrëdhëniet tuaja marrin një nxitje në harmoni dhe mirëkuptim sot. Në punë, diplomacia është forca juaj. Përdoreni atë me mjeshtëri për të ndërmjetësuar konfliktet dhe për të nxitur një mjedis bashkëpunues. Çështjet financiare duken premtuese, megjithse këshillohet shmangia e blerjeve impulsive për të ruajtur ekuilibrin. Në romancë, gjestet e menduara mirë dhe bisedat e sinqerta pasurojnë partneritetet dhe ngjallin mirënjohje. Sa i përket shëndetit, përfshini ekuilibrin në rutinën tuaj, ndoshta duke integruar si ushtrimet fizike ashtu edhe relaksimin mendor, si yoga ose meditimi. Angazhimet shoqërore ngren shpirtin tuaj, duke siguruar mundësi për lidhje argëtuese dhe kuptimplote. Angazhohuni në projekte krijuese, pasi ato ofrojnë frymëzim dhe rifreskojnë mendjen tuaj. Një mundësi e paparashikuar mund të lindë përmes rrjeteve sociale, duke ofruar një rrugë të papritur për rritje ose bashkëpunim. Sharmi juaj natyror tërheq përvoja pozitive sot. Përfitoni nga kjo energji duke përqafuar hapjen dhe duke kërkuar përvoja të reja që përputhen me aspirata dhe vlerat tuaja personale. Akrepi. 25 tetori sjell vetanalizë, me hënën që rrit aftësitë tuaja intuitive. Në punë, të menduari strategjik favorizon progresin. Besojini instinkteve tuaja kur merrni vendime. Bashkëpunimi mund të zbulojë mundësi të fshehura, megjithse keni kujdes nga dinamikat e fuqisë. Emocionalisht, sot inkurajon vetëreflektimin, duke ndihmuar rritjen personale dhe duke shëruar plagët e së kaluarës. Në sferat financiare, planifikimi i kujdesshëm dhe kuptimi i detajeve të marrëveshjeve sigurojnë stabilitet. Në marrëdhënie, ndershmëria është thelbësore. Adresimi i çështjeve të pasgjidhura forcon lidhjet. Shëndeti kërkon dëgjimin e sinjaleve të trupit tuaj dhe përfshirjen e pushimit dhe rigjallërimit në ditën tuaj. Në aspektin shoqëror, bisedat kuptimplote mund të çojnë në lidhje më të thella ose miqësi të reja, duke ofruar mbështetje dhe inkurajim. Shfrytëzoni kreativitetin për të shprehur emocione, ndoshta përmes shkrimit ose artit, duke ofruar qartësi dhe qetësi mendore. Një zbulim i papritur sot mund të riorganizojë prioritetet. Përqafojeni këtë ndryshim me përshtatshmëri.
Lundrimi i emocioneve komplekse me qëndrueshmëri hap rrugën për transformim dhe përmbushje personale. Shigjetari. Energjitë e sotme ndriçojnë udhëtimin dhe të mësuarit, duke ju shtyrë drejt eksplorimit dhe përvojave të reja. Në punë, të menduarit inovativ çon në rezultate të suksesshme. Qëndroni të hapur ndaj zgjidhjeve jo konvencionale. Natyra juaj aventureske tërheq vëmendjen, duke e bërë punën në grup më të këndshme dhe produktive. Financiarisht, vlerësimi i kujdesshëm i sipërmarrjeve siguron stabilitet. Megjithse një mundësi spontane mund të zgjojë interesin tuaj, marrëdhëniet mund të përfitojnë nga dialogët e ndershëm, duke nxitur besimin dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Nga ana shëndetësore, përfshirja e aktiviteteve të ndryshme fizike parandalon monotoninë dhe rrit mirëqenien. Ndërveprimet shoqërore zgjerojnë horizontin tuaj, duke futur njohuri të ndryshme kulturore. Angazhimi në diskutime filozofike sot mund të shkaktojë frymëzim, duke rafinuar pikpamjet tuaja botërore. Një udhëtim i paparashikuar mund të jetë një thirrje. Merrni në konsiderat potencialin e tij për rritje personale. Përqafoni fleksibilitetin dhe mirëpritni të panjohurën, pasi ajo mbart mësime dhe aventura që pasurojnë jetën tuaj. Optimizmi i sotëm nxit përpjekjet, duke ju inkurajuar të ndiqni dëshirat me pasion dhe autenticitet, duke përmbushur ndjekjen tuaj të pafundme të dijes dhe lirisë. Britsjapi. Aktiviteti kozmik i sotëm përqendrohet në stabilitetin dhe arritjet praktike. Ndikimi i Saturnit inkurajon përkushtimin dhe disiplinën në ndjekjet tuaja profesionale, duke përforcuar qëllimet afatgjata. Në punë, bashkëpunimi me një qasje të strukturuar rezulton në përparim të konsiderueshëm. Megjithatë, qëndroni të hapur ndaj metodave inovative. Financiarisht, një strategji konservatore mbështet sigurinë dhe mundësitë e mundshme të investimit. Marrëdhëniet përfitojnë nga besnikëria dhe besueshmëria. Aktet e thjeshta të kujdesit forcojnë lidhjet me të dashurit. Shëndeti kërkon rutina të qëndrueshme. Merrni në konsiderat eksplorimin e strategjive të reja për të rritur vitalitetin, siç është ushqyerja e kujdesshme. Takimet shoqërore mund të zbulojnë bashkëpunime të reja, duke forcuar rrjetet personale dhe profesionale. Angazhimi në dialogje reflektuese ofron njohuri kuptimplote, duke ndihmuar në vetëzbulimin. Një ngjarje e papritur sot mund të nxjisë një rivlerësim të prioriteteve. Ruani fleksibilitetin duke ju përmbajtur vlerave thelbësore. Shfrytëzoni energjinë e strukturuar të kësaj dite për të fuqizuar ambicjet tuaja, duke krijuar një ekuilibër harmonik midis arritjes së suksesit dhe kultivimit të mirëqenies personale me këmbëngulje. Ujori. Sot premton inovacion dhe ndryshim, duke fuqizuar shpirtin tuaj vizionar. Urani nxit kreativitetin, duke paraqitur projekte ose ide të reja në punë. Përqafoni bashkëpunimin për rezultatet më të mira. Jini të përgatitur për ndryshime të papritura, të cilat, ndonse të paplanifikuara, mund të ofrojnë mundësi të rëndësishme. Në jetën personale, përqafimi i veçantisë forcon lidhjet, duke inkurajuar partnerët të ndajnë aspiratat e tyre. Vendimet financiare përfitojnë nga strategjitë të menduarit përpara. Përqendrohuni në investime transformuese. Nga ana shëndetësore, ruani ekuilibrin duke përfshirë si relaksimin ashtu edhe aktivitetin, ndoshta përmes një metode të re fitnesi. Lidhjet shoqërore përmirësojnë humorin tuaj, duke ushqyer një ndjenjë komuniteti dhe mbështetjeje. Angazhohuni në tubime ose aktivitete që përputhen me idealet tuaja progresive. Një depërtim i papritur sot mund të çojë në përparime personale ose drejtime të reja. Origjinaliteti dhe mendja juaj e hapur nxisin ndërveprimet, duke kultivuar një mjedis eksitimi dhe rritjeje. Përqafoni ndryshimet që sjell dita, duke besuar në aftësinë tuaj për të përshtatur dhe për të lulëzuar mes një peizazhi në zhvillim. Peshqit. Energjitë intuitive më 25 tetor ofrojnë njohuri të thella emocionale. Ndikimi i Neptunit inkurajon reflektimin dhe kreativitetin si në fushat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Në punë, zgjidhjet imagjinative për sfidat mund të frymëzojnë kolegët, duke promovuar një atmosferë bashkëpunuese. Financiarisht, ndjekja e intuitës suaj ndihmon në vendimarrjen e sigurt. Marrëdhëniet lulëzojnë me empatinë dhe komunikimin e vërtetë, duke thelluar lidhjet mes mirëkuptimit të ndërsjellë. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj kujdesit për veten. Merrni në konsiderat praktikat restauruese si meditimi ose terapia e artit për të rritur mirëqenien. Shoqërisht, ndërveprimet sot mund të zbulojnë bashkëpunime unike ose miqësi të papritura që sjellin gëzim. Angazhimi me të tjerët ofron mundësi për aspirata të përbashkëta dhe rritje të ndërsjellë.
Një mesazh ose takim i paparashikuar mund të shkaktojë frymëzim, duke ju udhëhequr drejt interesave ose hobive të reja. Besoni në mençurinë dhe emocionet tuaja të brendshme, duke i lejuar ato të udhëheqin zgjedhjet dhe veprimet. Përqafoni rrjedhën e energjive të sotme, duke lundruar në përndryshime me një përzierje të hijshme ndjeshmërie dhe qëndrueshmërie. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.